Një plan I detajuar operacional I koduar koordinata për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e tentativave për kultivim të bimëve narkotike është hartuar nga Policia e Shtetit, ndërsa një operacion masiv do të shtrihet në të gjithë vendin. Të përfshira në këtë operacion do të jenë drejtoritë vendore të policisë, forcat kombëtare të sigurisë dhe policia kufitare. Rezultati I parë I këtij operacioni është në Vaun e Dejës, ku policia evidentoi dhe goditi 2 raste të tentativës për kultivim të bimëve narkotike. Në 2 zona të fshatit Vig u gjetën 2200 bimë të dyshuara kanabis sativa të kultivuara në tokë dhe 578 fidan të dyshuar kanabis sativa të kultivuar në kubik. Si rezultati I kontrolleve të kryera në zbatim të këtij plani, për të evidentuar dhe goditur që në fazën fillestare tentativat për kultivimin e narkotikëve në të gjithë territorin e vendit, shërbimet e Komisariatit të Policisë së Vaut të Dejës I bën këto zbulime, ndërsa përdorën dronët e specializuar, ku bazuar në të dhënat e siguruara nga informacione të inteligjencës policore në 2 zona të shpyllëzuara në territorin e fshatit Vig, u gjetën bimët narkotike dhe fidanët. Një pjesë e tyre u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa pjesa tjetër është asgjësuar me anë të djegjes. Por ndërsa policia gjeti drogën, kjo e fundit po e vjen punën për identifikimin dhe nxjerrjen para përgjegjësisë penale të autorit apo autorëve të kultivimit, pasi në territor nuk u gjet asnjë person. Materialet procedurale I kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.